Arben Miloshi e hapi derën e vilës së vet në orën 5 të pasdites me kravatën të liruar dhe kokën ende të mbushur me numra. Mbledhja ishte anuluar në çastin e fundit dhe ai thjesht erdhi në shtëpi pa njoftuar, pa menduar shumë. Vila ishte e madhe, e ftohtë dhe e heshtur si gjithmonë. Mure të larta, mobilje të shtrenjta, piktura që i kishte blerë sepse dekoratori i kishte thënë se e vlerësonin hapësirën. Asnjë prej tyre nuk e kishte zgjedhur me zemër. Pothuajse asgjë në atë shtëpi nuk e kishte zgjedhur me zemër. E la çantën në tavolinën e kuzhinës dhe eci drejt dhomës së ndenjes. Atëherë ndaloi. Në divanin gri të hapur që kushtonte më shumë se sa fiton shumë njerëz në një vit, pa një pamje që nuk e priste. Shpresa ishte mbështetur në divan, flokët e saj të errët të lidhur në një topuz të lirshëm që ishte zbërthyer gjatë gjumit, uniforma pak e rrudhur. Ajo kishte ardhur vetëm një javë më parë, e rekomanduar nga administruesja pasi punëtorja e mëparshme ishte larguar pa dhënë shpjegime. Një javë, 7 ditë. Dhe aty ishte ajo duke fjetur në divanin e dhomës së ndenjes me vajzën e milionerit të shtrirë mbi gjoksin e saj. Era kishte flokët bjond të shpërndara, faqen roz të mbështetur në gjoksin e shpresës, krahun e vogël të mbështjell rreth belit të saj si dikush që përqafon diçka që ka frikë ta humbas. Flinte me atë paqe që Arbeni nuk e shihte në fytyrën e Sëbijës prej shumë kohësh. Ai mbeti aty duke parë, nuk i zgjoi. Arbeni ishte 34 vjeç, kishte 3 kompani milionëshe, një llogari bankare që shumica e njerëzve nuk do ta shihnin kurrë as në ëndër. I kishte ndërtuar të gjitha me duart e veta, nga varfëria e vërtetë. Kishte mësuar se bota respekton atë që është i fortë, se ndjenjat ishin shpërqendrim, se prania matej me çeqe të paguara dhe kontrata. Dhe aty, në atë divan të shtrenjtë brenda asaj vile të ftohtë, një grua që ai mezi e njihte po i jepte të bijës diçka që të gjitha paratë e tij nuk e kishin blerë kurrë. Dashuri, në mënyrën e thjeshtë, në mënyrën që nuk ka çmim. Diçka e shtrëngoi gjoksin e Arbenit me një forcë që nuk e priste. Ai bëri një hap brenda dhomës. Zhurma e këpucës preku dyshemen prej druri dhe bëri një kërcitje të thatë. Shpresa i hapi syt ngadalë. I u desh një sekond të kuptonte se ku ishte. Pastaj pa Arbenin ulur pranë saj në divan me kostum, duke e parë dhe u zgjua plotësisht menjëherë. U drejtua shpejt duke u kujdesur të mos zgjonte erën, fytyra e kuqe nga turpi. Zoti Arben, më falni, nuk e vura re se rash në gjumë. Era më kërkoi të rija pranë dhe unë. Ai ngriti dorën ngadalë. Nuk ishte zemërim, nuk ishte urdhër, ishte diçka tjetër, diçka që ende nuk dinte ta emërtonte. Shikoi vajzën që vazhdonte të flinte, faqja tani e mbështetur në prerin e shpresës, plotësisht e pavetdijshme për botën. Mbeti duke parë për një kohë të gjatë, pastaj shikoi shpresën. Ajo e shikonte me ata sy të errët të drejt për drejt, pa e ulur shikimin, pa kërkuar falje përtej asaj që kishte kërkuar. Qysh kur fle ashtu, pyeti ai. Zëri i doli më i ulët se sa kishte dashur. Shpresa nuk u përgjigj menjëherë, shikoi erën, pastaj shikoi atë. Që kur kam ardhur unë, tha ajo. Çdo ditë. Arbeni i ndjeu ato fjalë të ulen mbi të në një mënyrë që nuk mundi ta kontrollonte. Çdo ditë. Në një javë, ajo grua kishte bërë atë që ai nuk kishte arritur në 6 vjet. Nuk tha asgjë më shumë. Ktheu shpinën ngadalë dhe shkoi në zyrë. U ngjit shkallët pa nxitim, mbylli derën, u ul në karrigen prej lëkure që kishte kushtuar një pasuri dhe mbeti duke parë nga dritarja. Poshtë dëgjoi erën duke u zgjuar. Dëgjoi zërin e shpresës, të ulët duke e pyetur nëse donte ujë. Dëgjoi vajzën të përgjigjej me atë mënyrë të butë, të dikujt që sapo ishte zgjuar nga një gjumë i mirë, dhe dëgjoi në fund të qeshurën e vogël të ëmbël të Sëbijës. Mbeti me atë tingull në gjoks për një kohë shumë të gjatë. Diçka po ndodhte në atë shtëpi që ai ende nuk mund ta emërtonte, por që ishte gati të ndryshonte gjithçka që ai mendonte se dinte për veten e tij. Dhe kjo do të ndodhte në një mënyrë që as ai nuk e imagjinonte. Për të kuptuar se si çdo gjë kishte arritur deri aty, duhet të kthehemi pak prapa. Arbeni u rrit i varfër i vërtet, me këpucë të shpuara në shkollë, me drekë që ndonjëherë ishte vetëm oriz, me baba që e kishte braktisur atë dhe nënën e tij që kishte punuar tërë jetën për të mbajtur familjen pa u ankuar asnjëherë. Ai mësoi që në fëmijërisë të mbijetuarit do të thoshte të punoje, të studiosh, të mos ndalesh kurrë. Në moshën 19 vjeç takoi Valbona.
Valbona ishte e bukur në atë mënyrë që të lëndon, e qeshur lehtë, sy të mëdhenj, mënyrë që bënte çdo burr të ndiej I veçantë. Arbeni ra në dashuri në javën e parë dhe nuk doli më kur nga ai magjepsje. U martuan herët, ishin të varfër bashk, një apartament I vogël, faturat në kufi, ëndra më të mëdha separat që kishin. Por Arbeni besonte. Punonte 12-14 orë në ditë. Shiste, negocionte, mësonte, gabonte, ngrihej. Gjithçka për t'i dhënë asaj një jetë më të mirë. Dhe Valbona priste. Por të priturit nuk ishte kur forca e saj. Kur lindi Era, Arbeni ishte 27 vjeç dhe kishte një biznes që fillonte të jepte shenjat e para të jetës. Ai ishte I lumtur, I trembur, por I lumtur. E mbajti vajzën e porsalindur në spital me duar që I dridheshin dhe mendoi, tani kam një arsye edhe më të madhe për të mos u dorëzuar. Por Valbona shikoi atë foshnjë, atë apartament të vogël, atë jetë që ende nuk kishte arritur atje ku ajo donte, dhe mori një vendim. Një muaj pas lindjes së Erës, ndërsa Arbeni ishte në një mbledhje duke u përpjekur të mbyllte kontratën që do të ndryshonte gjithçka, Valbona bëri valixhet. Nuk la letër, nuk telefonoi, nuk shpjegoi asgjë. U largua me një burr më të madh, më të stabilizuar, që kishte tashmë atë që Arbeni po ndërtonte ende. E braktisi vajzën një muajshe, e braktisi bashkëshortin dhe u zhduk. Arbeni erdhi në shtëpi në orën 11 të natës dhe e gjeti Erën duke qarë në krevat fëmijësh, të uritur, pelena e mbushur plot. Valbona nuk ishte aty, rrobat e saj nuk ishin aty. Ai e mori vajzën në krah, ngrohu shishen me duar që I dridheshin dhe premtoi me zë të lartë në atë dhomë të vogël, nuk do të lë, vajza ime, kur. Dhe nuk e la. Por kishte diçka që nuk e premtoi, diçka që ndoshta nuk e dinte se duhej ta premtonte. Se do të ishte I pranishëm me të vërtet, se do të mësonte të ishte baba jo vetëm me trup, por me zemër. Në vitet në vijim, Arbeni ndërtoi perandorin. Një kompani u bë 3. Apartamenti u bë vil. Emri që askush nuk e njihte u bë referencë në treg. Dhe Era u rrit. U rrit me dado, me shkollë private, me lodra marke, me gjithçka që parat blejnë, por pa të atin. Arbeni ishte gjithmonë I pranishëm në formën e çeqeve, të regjistrimeve të paguara, të dhuratave të shtrenjta për ditëlindje, por nuk ishte I pranishëm me krah të lidhur, me tregim para gjumit, me gjunjë në tokë, duke parë në sy. Era ishte 6 vjeç dhe tashmë kishte mësuar të mos kërkonte shumë. Ishte një fëmijë shumë e qetë për moshën e saj, shumë e bindur. Kur binte, nuk qante. Kur kishte frikë, nuk fliste. Mbante gjithçka brenda saj, në atë mënyrë të mbyllur që vetëm fëmijët që nuk kanë mësuar të kërkojnë ndihmë e zhvillojnë. Arbeni e shihte këtë dhe ndjente diçka që nuk dinte ta emërtonte, por emërtimi I ndjenjave nuk ishte kur forca e tij. Prandaj, kur punëtorja e fundit doli pa dhënë shpjegim, duke thënë vetëm se nuk po shkonte më, Arbeni I kërkoi administrueses së shtëpisë, zonjës Lulieta, të gjente dikë të besueshëm. Ishte zonja Lulieta që solli emrin e shpresës. Kam punuar me të 3 vjet më parë, zoti Arben, nuk kam parë grua më të aftë me fëmijë. I besoj sikur të ishte motra ime. Ai nënshkroi kontratën të premten në mëngjes, pa I ngritur as syt nga letrat. 2 referenca, përvojë me fëmijë, disponueshmëri e menjëhershme. Ishte e mjaftueshme për të. Ajo që nuk e dinte ishte se shpresa do të vinte me shumë më tepër se sa ai kishte kërkuar, dhe se ajo grua e thjesht, e rekomanduar nga një administruese në një pasdite të zakonshme, ishte gati të çmontonte pjesë-pjesë armaturën që Arbeni kishte kaluar vite duke ndërtuar. Por armatura nuk dorëzohet lehtë. Ajo gjithmonë përpiqet t'i rezistojë edhe një herë. Shpresa nuk ishte e fjalëve të shumta, por kishte diçka të ajo që mbushte dhomat pa bërë shurmë. Erdhi të hënën në mëngjes me një valixhe të vogël dhe një buzëqeshje që nuk kërkonte leje për të ekzistuar. Arbeni e priti me ftohtësi të sjellshme, I tregoi dhomat në 5 minuta, shpjegoi rregullat me tonin e dikujt që po mbyll një kontratë dhe shkoi në punë. Era është në dhomën e saj. Nuk bën probleme, tha, duke folur për vajzën si dikush që flet për një bim që nuk ka nevojë për shumë ujë. Shpresa dëgjoi, tundi kokën dhe u ngjit shkallët. E gjeti Erën ulur në krevat duke përqafuar një arush pelushi, duke parë nga dritarja me ata sy të mëdhenj që dukeshin më të vjetër se sa duhej të ishin për një fëmijë 6 vjeç. Tung, zemra ime. Unë jam Shpresa. Era nuk u përgjigj.
Ke uri? Heshtje. Shpresa nuk insistoi, nuk u përpoq të detyronte bisedën, nuk filloi të shpikte justifikime që vajza të fliste. Thjesht u ul në dysheme pranë shtratit dhe qëndroi e heshtur gjithashtu. Mori një libër të vogël që ishte në tavolinë, e hapi dhe filloi të lexojë me zë të ulët, pa parë erën, pa kërkuar asgjë në këmbim. 5 minuta më vonë, era ishte ulur pranë saj në dysheme. 10 minuta më vonë, ishte në prerin e saj. Asnjëra nuk tha asgjë për këtë, por diçka kishte filluar aty, në atë heshtje të ndarë që asnjë punëtore e mëparshme nuk e kishte arritur. Në ditët në vijim, shtëpia ndryshoi në heshtje. Shpresa gatuante me dritaren hapur. Këndonte ndërsa paloste rrobat. Pyeste erën se çfarë ngjyre donte në çaj, nëse preferonte lëng portokalli apo molle, nëse donte gërsheta apo bisht kali. Zgjedhje të vogla, gjëra të thjeshta, por për një fëmijë që ishte rritur me gjithçka të vendosur nga të tjerët, ishte një revolucion i heshtur. Era filloi të fliste, fillimisht fjalë të vetmuara, pastaj fjali, pastaj tregime të tëra që dilnin si dikush që hap një rubinet që kishte qenë i mbyllur për shumë kohë. Shpresa, a e di që fluturat flen? Flen, zemra ime, por në mënyrën e tyre, shumë ndryshe nga ne. Si? Rrin pa lëvizur, shumë të qeta, me krahët të mbyllur, si ti kur rri duke më dëgjuar të tregoj histori. Era qeshi me zë të lartë. Unë nuk jam flutur. Akoma jo, tha shpresa me një buzëqeshje në sy. Por po rritesh aq e bukur sa nuk mund të jesh diçka tjetër. Dhe era qeshi me atë buzëqeshje që ndriçon gjithçka përreth. Ishte të mërkurën e javës së parë që Arbeni erdhi më herët dhe i gjeti të dyja në qilimin e dhomës së ndenjes. Ndaloi te dera dhe pa vajzën duke qeshur me atë mënyrë që ai nuk e njihte, atë të qeshur të vërtet nga zemra që të përkul trupin. Kur era e pa atë, e qeshura u zvogëlua, nuk u zhduk plotësisht, por u zvogëlua. Dhe Arbeni e ndjeu atë si thik në zemër. Atë natë, pasi era ra në gjumë, ai zbriti në kuzhinë dhe e gjeti shpresën duke përfunduar rregullimin. Një javë, tha pa pritur. Ajo ndaloi, u kthye. Ti je këtu një javë. Dhe ajo qeshi sot në një mënyrë që unë nuk e kisha parë prej shumë kohësh. Mbeti duke parë duart e tij të mbështetura në tavolinë. Si e bën këtë? Shpresa mendoi për një sekondë. Pastaj u përgjigj e thjesht, si dikush që flet për të dukshmen. Ulem në dysheme me të, zoti Arben. Ai ngriti vetullat. Vetëm kaq? Vetëm kaq. Shumica e njerëzve rrinë në këmbë duke parë fëmijën nga lart. Fëmia e ndjen atë. Ndjen se është shumë i vogël për t'u marrë seriozisht. Ngriti supet. Unë ulem në dysheme, bëhem në madhësinë e saj dhe dëgjoj atë që ka për të thënë. Gjithçka. Edhe pjesën që duket e kodh. Arbeni shikoi duart e veta. Sa kohë kishte kaluar që nuk ishte ulur në dysheme me të bien? Sa kohë kishte kaluar që nuk kishte vënë gjurin në tokë për të qenë në lartësinë e syve të saj? Nuk mund të kujtonte. Mund të shkosh të pushosh, tha. Zëri i doli më i ashpër se sa kishte dashur. Shpresa doli pa bërë zhurmë dhe Arbeni mbeti vetëm në kuzhinë për një kohë të gjatë, duke parë në zbrazët e tij, me atë përgjigje të thjeshtë që i honte brenda një koke që gjithmonë kishte preferuar gjërat e ndërlikuara. Ajo që ndodhi në ditët në vijim ishte diçka që Arbeni nuk e kishte planifikuar. Dhe gjërat që nuk i planifikon janë gjithmonë ato që të ndryshojnë më shumë jetën. Ai filloi të vinte më herët në shtëpi. Nuk ishte një vendim i vetëdijshëm. Një mbledhje mbaronte dhe ai zbulonte se nuk donte të rinte në zyrë. Një telefonat përfundonte dhe ai preferonte të shkonte në shtëpi. Sikur shtëpia ishte bërë diçka tjetër në atë javë. Sikur ishte bërë një vend ku kishte diçka që e priste. Të enjten erdhi në mes të pasdites dhe dëgjoi erën duke folur në dhomën e gjumit. Ndaloi në korridor, pa dashur të bënte zhurmë, dhe dëgjoi, shpresa, pse u largua nëna ime? Heshtja që pasoi zgjati 2 sekonda, por u duk shumë më tepër. Çfarë të ka thënë baba yt për këtë, zemra ime? Asgjë. Ai nuk flet kurrë për të. Një pauzë. Ndonjëherë njerëzit heshtin sepse kanë frikë se do të lëndojnë, jo sepse nuk u intereson, por sepse nuk dinë si të flasin. Atëherë, ajo u largua për fajin tim? Jo, zemra ime.
Zëri I shpresës u bë I fort por I butë, si dikush që do që fjala të arrijë thellë. Kur një nën largohet, është problemi I saj, jo I fëmijës. Ti nuk ke bërë asgjë të gabuar, kurrë. Dëgjo mirë çfarë po të them. Nuk ishte faji yt. Por po të isha më e mirë, ajo do të kishte mbetur. Nuk ekziston kjo, Era. Ti je tashmë e përsosur ashtu siç je. Zbrazëtira që ajo la nuk ka lidhje me atë që ti bëre apo nuk bëre. As pak. Një heshtje. Ti do të rije po të ishe në vendin e saj. Pauza kësaj radhe ishte më e gjallë. Unë jam këtu tani, apo jo, u përgjigj shpresa me një butësi që nuk ishte premtim I zbrazët, ishte prani e vërtetë. Dhe sa kohë unë jam këtu, ti nuk ke pse të shqetësohesh për këtë. Arbeni u largua nga muri dhe shkoi në zyrë. U ul në karrige, shikoi ekranin e kompjuterit pa parë asgjë. Dikush I ishte përgjigjur vajzës së tij atë që ai nuk kishte pasur kurrë guximin t'i përgjigjej. Atë natë, pas darkës, ai u përpoq. U ul pranë Erës në shtrat, ndërsa shpresa rregullonte kuzhinën poshtë. Era, ajo ngriti syt nga libri. Si je? Vajza pulsoi sikur pyetja ishte e huaj, sikur nuk ishte mësuar të pyetej kështu me të vërtetë. Mirë, tha me zërin e saj të vogël të drejt për drejt. A je e lumtur? Ajo heshti për një sekond, pastaj tha e drejt për drejt si vetëm fëmijët din të jenë, që kur erdhi shpresa, po. Arbeni e ndjeu atë fjalin në qendër të gjoksit si një grusht I butë. A e do atë? Shumë. Era e përkul kokën. Babi, a e do edhe ti atë? Ai nuk u përgjigj menjëherë. Përgjigjja erdhi vetë nga një vend që ai kishte mësuar ta mbyllte me shumë kujdes përpara se të mund ta kontrollonte. Mendoj se po. Era buzëqeshi dhe ajo buzëqeshje ishte njëkohësisht gjëja më e bukur dhe më e frikshme që ai kishte parë në shumë kohë. Të nesërmen, për herë të parë në vite, Arbeni darkoi me vajzën, I ulur, pa celularin në dorë, pa parë orën. Shpresa shërbeu dhe u tërhoq, siç bënte gjithmonë. Por Arbeni ngriti dorën. Ri, tha. Darko me ne. Ajo hapi gojen. Ti gatuajte, është e drejtë të hash edhe ti. Shpresa qëndroi. Dhe ajo dark ishte më e zhurmshme që Vila kishte parë në vite. Era tregoi 3 histori njëherësh, derdhi lëngun, qeshi me të madhe nga rëmuja e saj dhe Arbeni e gjeti veten duke qeshur bashkë me të, pa e kuptuar si kishte arritur aty. Jo e qeshura e sjellshme e mbledhjeve, por e qeshura e vërtetë. Shpresa e shikonte her pas here me një shikim që ai nuk dinte ta interpretonte siç duhej. Nuk ishte mosbesim, ishte diçka më e thjeshtë dhe më e vështirë njëkohësisht. Shikimi I dikujt që është I lumtur me atë që sheh, por që ka mësuar se gjërat e mira mund të mbarojnë. Atë natë, pasi era ra në gjumë, ai e gjeti në balkon, duke parë kopshtin, me një vështrim të largët, vështrimin e dikujt që po mendon për dikë që nuk është më. A ke fëmijë? Pyeti I drejt për drejt. Ajo u desh të kthehej dhe kur u kthye kishte diçka ndryshe në fytyrë. Kisha, tha. Kisha ra në ajër sigur në ujë të qetë. Ai nuk pyeti asgjë më shumë atë natë, por pesha e asaj fjale mbeti. Dhe kishte diçka edhe më të rëndë që do të vinte. Askush nuk ishte gati për atë që erdhi, as Arbeni, as shpresa, as Era që flinte në dhomën e sipërme, pa e ditur se bota e të rriturve ishte gati të çahej në dhomën e ndenjes poshtë. Ishte një natë e premte. Arbeni kishte ardhur vonë nga një mbledhje e gjatë, kravata e liruar, lodhja e dukshme në kthesën e shpatullave. Shpresa ishte ende në kuzhinë duke përfunduar të fundit. Era flinte. Ai erdhi të merrte ujë, pa dritën ndezur, hyri dhe e gjeti shpresën me një fotografi në dorë. Ajo nuk e dëgjoi të hynte. Ishte me shpinë, pak e përkulur mbi tavolinë, duke parë foton me atë shprehje që ai tashmë kishte mësuar ta njihte te ajo. Dhimbje e mbajtur, dhimbje e vjetër. Shpresa. Ajo u kthye shpejt, u përpoq ta fshinte foton, por ai tashmë e kishte parë. Ishte fotografia e një fëmije, një vajze të vogël, sy të mëdhenj, buzëqeshje pa 2 dhëmbët e përparm. Ajo, vajza jote? Shpresa shikoi foton, pastaj shikoi atë. Tundi kokën. Vdiq 4 vjet më parë. Leukemi. Heshtja që pasoi ishte e rëndë si beton. Arbeni mbeti aty, ndjeu dyshemen të fortë nën këmbë, por diçka brenda tij lëvizi.
Sa vjeç ishte? 6. Ajo bëri një pauzë. E njëjta moshë me Erën. Ai mbylli sytë për një sekondë. Gjithçka kishte kuptim në të njëjtën kohë. Mënyra se si shpresa ulej në dysheme, mënyra se si dëgjonte çdo fjalë që Era thoshte sikur të ishte e fundit. Mënyra se si nuk e linte kur një përqafim gjysmë të mbaruar, mënyra se si ndonjëherë rinte duke parë vajzën me atë shikim që nuk ishte vetëm dashuri, ishte edhe mall. Ajo nuk kishte ardhur në atë shtëpi rastësisht. Kishte ardhur duke mbajtur një dhimbje që e kishte mësuar se çfarë ka vërtet rëndësi. Si quhej? Pyeti Arbeni me zë të ulët. Zana. Emri mbeti në ajër mes tyre si diçka e shenjtë. Ajo ishte, shpresa filloi dhe ndaloi. Mori frym thellë, vazhdoi. Ajo ishte nga ato fëmijët që bëjnë të gjithë përreth të buzëqeshin pa u munduar fare. Fliste shumë, pyeste gjithçka, nuk rrinte asnjë sekond pa lëvizur. Një lot ju përshkrua faqes ngadalë dhe shpresa nuk u përpoq ta fshinte. Nuk do të pushoj kur së ndjeri mungesën e saj. Arbeni u ul në karrigen e kuzhinës ngadalë, si dikush që ka nevojë për diçka të fortë nën vete. Prandaj ti, filloi ai. Prandaj di të dëgjoj, e plotësoi ajo me zë të ulët por të fortë. Sepse e humba timen para se të dëgjoja gjithçka që kishte për të më thënë. Nuk patëm kohë. Sëmundja ishte shumë e shpejtë. Fshiu lotin me kyçin e dorës, shpejt, pa dramë. Dhe u betova ditën e varrimit me dorën e saj në time, se kur më nuk do të lija një fëmijë pa u dëgjuar, për sa kohë unë të mund të bëja ndryshe. Arbeni qëndroi i heshtur për një kohë të gjallë. Pastaj, pa planifikuar, pa u përgatitur, dëgjoi zërin e vet duke thënë diçka që nuk ja kishte thënë askujt në 6 vjet. Duhet të më kishe thënë. Pse, zoti Arben? Ju nuk e keni punësuar historinë time, keni punësuar punën time. Por unë duhet të dija. Ajo ngriti syt nga ai. Për çfarë do të ndryshonte? Sepse. Ndaloj. U përpoq përsëri. Sepse edhe unë humba dik, jo nga vdekja, por humba po ashtu. Dhe kur nuk mësova të flas për këtë. Shpresa qëndroi e heshtur duke pritur. Nëna e Erës u largua kur ajo ishte 1 muajshe. Unë isha i varfër, nuk kishim asgjë ende, dhe ajo u largua me një tjetër, pa letër, pa shpjegim. Ai shikoi duart e veta. Kur nuk e kuptova se çfarë bëra gabim. Dhe kalova 6 vjet duke u përpjekur të kompensoj me para atë që nuk mund të kompensohet. Kuzhina ishte plotësisht e heshtur. Të shoh ty, mënyrën se si kujdesesh për të. Shoh atë që unë nuk dhash. Shoh vrimën që lash duke menduar se po e mbushja. Zëri ju bë më i ngjirur. Dhe kjo më dhemb më shumë se çdo gjë që kam ndjerë ndonjëherë në biznes. Shpresa nuk tha se gjithçka ishte në rregull. Nuk tha se ai ishte një baba i mirë. Nuk tha asgjë nga ato që do të ishin të lehta dhe të zbrazta për të thënë. Tha vetëm, akoma ka kohë. 3 fjalë. Të thjeshta, të drejtë për drejta, të vërteta. Dhe Arbeni, që kishte ndërtuar një perandori me fjalë kontratash dhe negociatash, zbuloi se 3 fjalë të thjeshta mund të peshonin më shumë se gjithçka që kishte nënshkruar në jetë. Por ajo që asnjëri nuk e dinte ishte se po atë javë, dikush që nuk e pëlqente ta shihte Arbenin të lumtur, dikush që do të vinte të shtunën në mëngjes me gjithë synimin për të shkatëruar atë që sapo kishte filluar të linte. Ajo që ndodhi të shtunën në mëngjes ishte diçka që Arbeni kur nuk e priste dhe që Era kur nuk duhej ta dëshmonte, por jeta nuk kërkon leje përpara se të vijë. Zana Miloshi erdhi në orën 9 pa njoftuar. Ishte motra më e madhe e Arbenit, elegante, me taka të larta të shtunën, nga ato që hyn në çdo vend sikur të ishte pronare. Ajo kur nuk kishte aprovuar shumë gjëra në jetën e vëllait dhe që kur ai ishte pasuruar aprovonte edhe më pak, ndoshta sepse nuk kishte qenë ajo që ishte pasuruar. Hyri nga dera me çelësin që kishte ende dhe eci drejt kuzhinës, ku aroma e petullave mbushte të gjithë korridorin. Ndaloi te dera. Era ishte me përparse të vogël, me miell në faqe, duke u përpjekur të kthente një petull që i mbeti për gjysmë dhe duke qeshur me të madhe nga dështimi i vet. Shpresa ishte pranë saj me shpatull, duke qeshur, duke i treguar mënyrën e duhur, pa e lëshuar petullën nga dora e vajzës. Të dyja ishin plotësisht në botën e tyre. Zana shikoi pamjen, shikoi shpresën, pastaj shikoi Erën. Çfarë po ndodh këtu?
Era u hodh nga frika. Teze Zana. Por Zana nuk buzëqeshi. Kishte atë shikimin e dikujt që vendos të jetë e pakëndshme përpara se të hap gojen. Tregoj nga shpresa. Ti je punëtorja? Po, zonje. Atëherë, pse je këtu duke bërë mëngjes me mbesën time sikur të ishe nga familja? Shpresa nuk e uli shikimin, nuk belbëzoi. U përgjigj me atë qetësi që ndonjëherë të zemëron më shumë se çdo britm. Sepse era kërkoi petulla dhe unë di t'i bëj. Kjo nuk është përgjigje. Është e vetmja që kam, u përgjigj shpresa. Zana bëri një hap brenda kuzhinës. Zëri i saj ishte prerës, sytë të ftohtë. Shiko pak sa qesharake. Një javë në shtëpi dhe tashmë po gatuan bashk, po fle në divan me vajzën, po ha në tryezën e familjes. Bëri një pauzë duke i lënë fjalët të prisnin. Sa e përshtatshme. Teze Zana, tha era me zërin e saj të vogël të fëmijës, por sytë serioz. Shpresa është shoqja ime. Shoqe jo, Zana u kthye nga mbesa me një buzëqeshje që nuk arrinte në sy. Ajo është punëtorja e babait tënd, zemër. Ekziston një ndryshim. Atëherë unë dua që ajo të jetë të dyja. Zana e injoroi dhe u kthye nga dalja e kuzhinës në momentin e saktë kur Arbeni po zbriste shkallët, ende me këmishën e pishames. Zana, çfarë po bën këtu? Erdha të shoh mbesën time. E uli zërin, por jo aq sa të mos dëgjonte era. Arben, apo e lë punëtoren të rrisë vajzën? Një grua që mezi e një, që erdhi një javë më parë? Po e lë dik që kujdeset për të me të vërtet ta bëj punën. Ajo nuk është nga familja. Familja nuk është letër, Zana. Motra bëri një hap drejt tij. Toni u bë më prerës, pothuajse i përshpëritur, por plot helm. Ajo grua erdhi një javë më parë dhe tashmë është në mes të gjithçkaje. Në mes të vajzës sate, të shtëpisë sate, të darkave të tua. Bëri një pauzë. Çfarë tjetër është në mes, Arben? Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Shpresa nuk lëvizi, nuk u përgjigj. I mbajti sytë në sobë. Por era, që ishte 6 vjeç dhe kuptonte më shumë se sa të rriturit prisnin, shkoi te shpresa dhe e kapi për dorë. Nuk tha asgjë, vetëm e kapi dorën. Dhe ishte ai gjesti thjesht, i heshtur, i një fëmije 6 vjeç që preu çdo dyshim që mund të ekzistonte ende në zemrën e Arbenit. Ai shikoi vajzën duke mbajtur dorën e shpresës. Shikoi shpresën që nuk e kishte lëshuar. Shikoi fytyrën e erës që kishte atë shikimin e fëmijës që tashmë kishte mësuar shumë herët se gjërat e mira mund t'i merren pa pritur. Dhe diçka te Arben Miloshi, njeriu që kishte ndërtuar gjithçka vetëm, që kishte mësuar se ndjenja ishte dobësi, që kishte kaluar 6 vjet duke ikur nga zemra e vet, thjesht pushoi së ikuri. Zana, tha me një qetësi që nuk ishte ftohtësi, ishte siguri. Ti mund të shkosh. Ajo hapi gojen. Thash që mund të shkosh. Arben, po bëhesh. Po jam baba i erës dhe pronari i kësaj shtëpie. Po të kërkoj të dalësh. Zana shikoi atë, shikoi shpresën, shikoi erën, mori çantën dhe doli pa thënë asnjë fjalë më shumë. Dera u mbyll me një forcë që tingëlloi si pikë e fundit e një fjalje që zgjaste vite. Heshtje. Era e shikoi të atin me sy të hapur, shpatullin ende në dorë, mielin ende në faqe. Arbeni u ndal përpara vajzës dhe uli gjurin në tokë për të qenë në lartësinë e syve të saj. Era, priti. Unë e di që nuk kam qenë babai që duhet të kisha qenë. Zëri ju thye pak. Nuk u përpoq ta fshihte. E di që kam kaluar shumë kohë duke menduar se pagesa e faturave ishte e njëjta gjë me të qenit i pranishëm, se blerja e dhuratave ishte e njëjta gjë me të dhënë vëmendje. Mori frym thellë. Nuk është. Dhe unë e di këtë sepse dikush më mësoi në 2 javët e fundit më shumë se sa mësova në 6 vjet. Era shikoi shpresën, pastaj shikoi atë. Unë të dua, tha ai, dhe dua të mësoj të jem më i mirë, nëse më lejon të provoj. Vajza i hodhi krahët në qafë me gjithë forcën që kishte. Arbeni mbylli syt, e përqafoi përsëri dhe qau për herë të parë që nga dita kur Valbona i kishte braktisur. Qau pa turp, pa kontroll, me atë të qarë që kishte qenë i bllokuar për shumë vite dhe që nuk mund të mbante më.
Shpresa mbeti aty pranë lavamanit me shpatullin në dorë, mielin ende në faqe dhe sytë që I shkëlqenin, jo sepse gjithçka ishte zgjidhur, por sepse po shite një baba që zgjidhte vajzën, një njeri që zgjidhte të ishte njeri. Dhe këtë ajo e dinte më mirë se kushto tjetër. Është fillimi I gjithçkaje. Muajt që pasuan ishin ndryshe nga çdo gjë që ajo shtëpi kishte njohur. Arbeni filloi të zgjohej më herët për të pirë kafe me erën përpara shkollës. Filloi të pyeste për ditën e saj me të vërtetë, jo si protokoll, sepse donte të dinte. Filloi të shfaqej në mbledhjet e prindërve. Filloi të lexonte tregime para gjumit, edhe kur vinte vonë, edhe kur ishte I lodhur. Shpresa I shite të gjitha nga larg me atë buzëqeshjen e saj të qetë dhe ndjente diçka që përpiqej të mos e ushqente shumë, sepse ajo kishte mësuar në mënyrën më të vështirë se gjërat e mira mund t'i merren gjithashtu. Por Arbeni e kishte vënë re atë. Jo si punëtore, por si person. Vinte re kur ajo rinte e heshtur duke parë kopshtin pasi era flinte. Vinte re kur këndonte butësisht ndërsa gatuante një ninull që ai nuk e kishte dëgjuar kur më parë dhe që tingëllonte si mall. Vinte re mënyrën se si paloste rrobat e erës me një kujdes që shkonte përtej punës. Një natë, ai zbriti vonë dhe e gjeti në balkon, ulur në shkallë, duke parë qiellin me yje. Mund të ulem, pyeti. Ajo u habit, por tundi kokën. Ai ul pranë saj në shkallë, jo në karrige, në shkallë, në tokë, ashtu siç ajo I kishte mësuar. Qëndruan të heshtur për një kohë. A e bën këtë gjithmonë? Pyeti ai. Ri duke parë yjet. Kur më mungon ajo, nuk pati nevojë të thoshte emrin. Zanas I pëlqente të numëronte yjet. Thoshte se secili ishte një engjëll në roje. Një buzëqeshje e vogël. E di që është marrëzi. Nuk është as pak marrëzi. Ajo e shikoi anash. Arben, tha, për herë të parë pa Zotin. Ai e vuri re dhe u korrigjua. Mund të thuash kështu, tha ai. Preferoj kështu. Ajo tundi kokën, qëndroi e heshtur për një sekond, pastaj tha me atë ndershmëri që ishte shenja e saj, më duhet të them diçka. Thuaj. Unë e dua shumë erën, me të vërtetë, sikur të ishte. Ndaloj, filloi përsëri. Por kam nevojë që ti të kuptosh se nuk jam këtu për shkak të shtëpisë sate, as të parave të tua. Kur nuk kam qenë. Jam këtu sepse ajo vajzë kishte nevojë për dikë dhe unë kisha nevojë për një arsye për t'u zgjuar në mëngjes. Që kur Zana u largua, e shikoj në sy. Dhe nëse një ditë iki, do të jetë sepse është e drejtë, jo sepse mungoj mirënjohja. Arbeni mbeti duke e parë për një kohë të gjatë. Pse po më thua këtë? Sepse ndjej se gjërat po ndryshojnë mes nesh dhe nuk dua të ndryshojnë për arsyen e gabuar. I uli syt. Burr I pasur, grua e varfër, shtëpi e madhe, vetmi. E kam parë këtë histori më parë. Nuk përfundon mirë. Çfarë historie mendon se po ndodh këtu? Nuk e di. Unë e di, tha ai ngadalë, me sigurinë e dikujt që kishte menduar shumë para se të fliste. Historia që po ndodh këtu është e një njeriu që kaloi tërë jetën duke menduar se dinte çfarë kishte rëndësi dhe që një grua erdhi dhe I tregoi se nuk dinte asgjë. Çfarë lloj njeriu do të jetë ai në vazhdim? Varet edhe nga ti. Shpresa qëndroi e heshtur. Nuk po të kërkoj asgjë që ti nuk do të japësh, vazhdoi ai. Por kam nevojë që ti të dish se ajo që ndjej nuk ka lidhje me atë që ti bën në këtë shtëpi. Ka lidhje me atë se kush je. Ajo shikoi yjet për një kohë të gjatë. Më jep kohë, tha në fund. Akoma po mësoj të besoj përsëri. Kohë kam, u përgjigj ai. Dhe durim mësova nga ti. Ajo qeshi, diçka e butë, pothuajse e habitur, dhe ajo e qeshur mbeti në ajër mes tyre si një premtim që asnjëri nuk pati nevojë ta vinte në fjalë atë natë. Valbona, ish bashkëshortja e tij, u shfaq muaj më vonë me avokat dhe fjalim të përgatitur. Kishte dëgjuar se Arbeni ishte mirë, I qëndrueshëm, ndryshe. Kishte dëgjuar se po ndërtonte diçka që shkonte përtej bizneseve dhe kishte vendosur se donte një pjesë të kësaj. Arbeni e priti në dhomën e ndenjes vetëm, me atë qetësinë e dikujt që nuk ka më asgjë për të humbur ndaj asaj gruaje. Ajo hyri duke folur për mall, për gabimet e së kaluarës, për faktin se ishte pjekur, për faktin se një vajzë ka nevojë për nënën. Ai dëgjoi pa e ndërprerë. Kur ajo mbaroi, ai tha, duke e parë në sy për herë të parë, pa dhimbje.
Ti zgjodhe të ikësh kur nuk kishim asgjë. Bëre valigjet ndërsa unë isha në një mbledhje duke u përpjekur të ndërtoja një të ardhme. E le vajzën time në krevat fëmijësh të uritur dhe pelenën e mbushur. Ajo hapi gojen. Më lër të mbaroj, tha ai. Nuk e ngriti zërin. Nuk kishte nevojë. Ti nuk do të kthehesh tani që unë kam gjithçka. Jo sepse unë jam i hidhëruar, jo sepse nuk fal, por sepse era meriton dashuri të vërtetë. Meriton një nën. Dhe dashuria e vërtetë nuk ikën kur bëhet e vështirë. Një nën e vërtetë nuk e braktis kur vajzën. Ajo u largua pa argument dhe këtë herë askush nuk qëndroi duke parë nga dritarja, duke pritur që ajo të kthehej. Një vit më vonë, Arbeni i kërkoi shpresës të martohej me të. Nuk ishte në një restorant të shtrenjtë, nuk ishte me violinist, nuk ishte asgjë nga ajo që Arbeni do të kishte imagjinuar nëse dikush do ta pyeste një vit më parë se si do të ishte ai moment. Ishte në balkon, në të njëjtën shkallë ku kishin qenë ulur së bashku për herë të parë, duke parë yjet. Era ishte brenda duke fjetur. Kopshti mbante erë dhe u të lagur nga shiu i fundit. Shpresa ishte zbathur në shkallë, si gjithmonë, me filxhanin e çajit në dorë, flokët të lirshëm. Arbeni u ul pranë saj, qëndroi i heshtur për një kohë të gjatë. Je i çuditshëm sot, tha ajo, pa i hequr syt nga yjet. Po mendoj për diçka. Për çfarë? Ai nuk u përgjigj menjëherë, pastaj tha ngadalë me atë zërin e dikujt që zgjedh çdo fjalë. Kalova tërë jetën duke ndërtuar gjëra. Kompani, para, reputacion. Shikoj duart e veta. Zbulova se të kesh para pa dashuri është njësoj si të mos kesh asgjë. Shpresa qëndroi e heshtur duke dëgjuar. Pastaj erdhe ti me valigjen tënde të vogël dhe buzëqeshjen tënde që nuk kërkon leje. Dhe në një javë e shndërrove këtë shtëpi në një shtëpi të vërtetë. Bëri një pauzë. Jo për shkak të asaj që bën, por për shkak të asaj që je. Ajo e shikoi anash, syt duke shkëlqyer pak më shumë se zakonisht. Shpresa u kthye nga ajo, e kapi dorën me të dy duart, me atë kujdesin e dikujt që mban diçka që ka frikë ta humbas. Unë nuk kam unaz këtu. Nuk kam përgatitur fjalim. Nuk di ta bëj siç duhet këtë. Ajo e mbajti frymën. Por unë e di që nuk dua më asnjë natë pa ty pranë. Jo si punëtore, jo si çdo gjë tjetër që ka emër kontrate. E shikoj në sy. Dua të martohem me ty, jo për atë që bën për mua ose për erën, por për atë që më mësove për kë dua të jem. Heshtja zgjati disa sekonda. Shpresa shikoj yjet, pastaj shikoj atë, pastaj shikoj duart e veta brenda duarve të tij. Arben, zëri i doli i dridhur. Unë jam një grua e thjeshtë. Nuk kam familje të pasur, nuk kam emër, nuk kam asgjë që i përshtatet kësaj shtëpie. E di. Njerëzit do të flasin, gjithmonë kanë folur. Kam mësuar të mos dëgjoj. Dhe nëse nuk shkon? Ai e shtrëngoi dorën. Po nëse shkon? Ajo mbeti duke e parë për një kohë të gjatë, atë shikim të drejt për drejt që nuk shmangej, që ai kishte mësuar ta njihte si versionin e saj të ndershmërisë së plotë. Unë e doja Zanën më shumë se çdo gjë në këtë jetë, tha ngadalë. Dhe humbja e saj më mësoi se dashuria nuk është dobësi. Është e vetmja gjë që marrim me vete me të vërtetë. Mori frym thellë. Nuk do të martohem me ty për atë që ke, Arben. Atë ti e di. E di. Do të martohem me ty për njeriun që zgjodhe të jesh, për babain që u bëre, për njeriun që u ul në shkallë me mua dhe më dëgjoi të flas për Zanën sikur të ishte gjëja më e rëndësishme në botë. Syt e tij u lagën. A është kjo një po? Pyeti me atë buzëqeshje të pasigurt që ajo e donte të ai, sepse nuk ishte e ekzekutivit, ishte e dashurisë. Është një po, tha ajo. Ai e përqafoi aty në shkallë, zbathur të dy, me qiellin plot yje. Dhe ajo mendoi, me fytyrën e varrosur në shpatullën e tij, se diku mes yjeve, Zana po i numëronte një nga një, duke buzëqeshur me atë buzëqeshjen pa dy dhëmbët e përparme. Dasma ishte e vogël, një pasdite e shtunë në kopshtin e shtëpisë. Lule të thjeshta që shpresa i kishte zgjedhur vetë. Era ishte shoqja e nderit me një fustan vjollc të hapur që ajo vetë e kishte zgjedhur, flokët plot me lule të vogla dhe misioni më i rëndësishëm i ditës, të dorëzonte unazat pa i rënë.
I dorëzoi dhe pastaj qëndroi mes tyre gjatë gjithë ceremonisë, duke mbajtur dorën e njërit dhe të tjetrit njëkohësisht, sikur të dinte se ishte aty, pikërisht aty që vendi I saj ishte. Kur prifti pyeti nëse Arbeni e pranonte shpresën, ai u përgjigj pa hezituar, e pranoi dhe faleminderit. Kur pyeti nëse shpresa e pranonte Arbenin, ajo e shikoi atë dhe pastaj erën dhe pastaj qiellin për një sekondë dhe tha, e pranoj me gjithçka që është ai, jo me gjithçka që ka. Era duart rokit para të gjithëve. Dhe Arbeni, që kishte mësuar vonë se të qarit nuk është dobësi, nuk u përpoq t'i fshite lotët. Atë natë, pasi era ra në gjumë mes tyre në dhomë, e raskapitur nga aq festë, Arbeni mbeti duke parë tavanin në errësirë. Shpresa ishte pranë, e qetë, por zgjuar. Po mendon për çfarë? Pyeti ajo butësisht. Për Zanën. Ajo heshti. Po mendoj se ajo të dërgoi ty këtu, tha ai. Të kujdesesh për erën dhe të kujdesesh edhe për mua. Shpresa nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj tha me zërin e dikujt që sapo kishte kuptuar diçka që e kishte kërkuar për një kohë të gjatë. Mendoj se Zoti më dërgoi te ju. Më dha një shans të dytë për të dashuruar. Dhe qëndruan të heshtur, të dy në errësirë, me erën duke fjetur në mes dhe yjet jashtë, dhe atë paqe të çuditshme dhe të mirë të dikujt që më në fund kishte ardhur në shtëpi me të vërtetë. Ndonjëherë jeta të dërgon personin e duhur në momentin më të pamundur. Ndonjëherë dashuria vjen me valixhe të vogël, buzëqeshje të thjeshtë dhe gatishmëri për të ulur në dysheme. Dhe është pikërisht ajo që ndryshon gjithçka. Fund.